Mirëditë të gjithëve. Shpresoj dhe uroj që të keni kaluar edhe në një ditë pushimi të mbar. Dhe sikundër e kemi lajmëruar, jam këtu i gatshëm të përgjigjem jo vetëm pyetjeve tuaja, por edhe shumë pyetjeve që kanë ardhur nga qytetarët në Twitter dhe në Facebook. Pjesën e parë do t'ja kushtojmë tërësisht këtij bashkëbisedimi, ku do ketë dhe ndërhyrje nga rrjetet sociale, por përgjigjet do t'jenë të drejtë për drejta, dhe pastaj pjesën tjetër, kur mbarojmë me pyetjet tuaja, do të vazhdojmë drejt për drejt me ata që e ndjekin konferencën në Twitter dhe në Facebook. Dhe dëshiroj ta filloj nga, besoj, sektori më rëndësishëm në këtë fazë, që është turizmi. Nuk do të bëj një bilanc imagjinar dhe as një bilanc të bazuar tek gjithë hyrjet e daljet në Shqipëri. Pra nuk do të konsideroj turist asnjërin nga ju që mund të keni shkuar jashtë dhe të jeni kthyer përsëri gjatë kësaj periudhe, por duke ju referuar vetëm numrit të vizitorëve të huaj jo rezident në Shqipëri, kemi deri tani një rritje të fluksit të turistëve me 14% krahasuar me një vit më parë, dhe një numër total vizitorësh jo rezident për 1.213.000, shifër mjaft e konsiderueshme, duke pasur parasysh që jo vetëm Shqipërinë, po gjithë Mesdheun e preku jo pak në këtë sektor moti i keq i muajit korrik, dhe duke pasur parasysh dhe një specifik të veçantë për vendin tonë që lidhet me muajin e Ramazanit. Nga ana tjetër, besoj që pa u munduar për asnjë arsye të fsheh problematika të trashëguara dhe ende për t'u adresuar, këtë sezon arritëm që të kemi plazhe shumë më të pastra se më parë, fal një aksioni intensiv ku bashkuam një sër forcash, nga forcat armatosura që gjej rastin t'i falenderoj në mënyrë të posaçme në drejtimin e ministres që i ka kushtuar drejt për drejti një pjesë të kohës dhe të punës vet pikërisht këtij aksioni, tek institucionet publike dhe tek një numër i vyer vullnetarësh nga Shqipëria dhe nga Kosova, të angazhuar nën koordinimin e Agjencisë Kombëtare të Bregdetit, e cila filloi punën e vet për herë të parë pasi ne e krijuam. Dhe kemi një numër total personash të angazhuara specifikisht në pastrimin e plazheve në periudhën që nga marsi dhe deri në ditën që po flasim, pasi angazhimi është intensiv dhe i vazhdueshëm, i përditshëm në çdo zonë plazhesh me pushues prej mbi 3.000 persona. Nga ana tjetër, vum në funksion nga korriku dhe vazhdojnë të jenë në funksion plot 9 kampe vullnetarësh, në 9 zonat më të frekuentuara nga pushuesit, vendas apo të huaj, që nga Riolli, në Tale, në Gjirën e Lalzit, në Durrës, në Golem, në Vlorë, në Dërmi, në Imar
dhe në borsh. Dhe numri total i personave të angazhuar në këto kampe është 1200 persona. Për herë të parë filluam të vendosim kullat e vrojtimit dhe praktikisht patëm 7 plazhe pilot ku realizuam dhe certifikimin sipas standardeve ndërkombëtare të 40 personave të parë të moshës së re si roje plazhi. Via bregdetare, via liqenore, gjithë zonat e mbrojtura praktikisht janë ruajtur dhe kanë filluar të stabilizohen si zona të paprekura nga tentativa të shumta për ndërtime të qëndrueshme pa leje, veç atyre sezonale, të cilat janë evidentuar në të gjithë territorin dhe era herës fatkeqësisht janë autorizuar në shkelje të direktivës së qeverisë nga disa autoritetet vendore, për cilat do të merren edhe masat përkatëse. Nga ana tjetër, Agjencia Kombëtare e Bregdetit është vënë e tëra në dispozicion, megjithëse ende në formime sipër dhe me një numër të vogël njerëzish dhe me një eksperiencë krejt të re, për të marrë masa për rehabilitime mjedisorë në disa zona. Sigurisht që e përsëris pamja e përgjithshme është pozitive, por nuk lë vend për asnjë lloj triumfalizmi apo asnjë lloj ndjejësie që na shtyn drejt një bilanci si ato bilancet tradicionale të turizmit bazuar në suksese tërësisht imagjinare. Problematikat janë ende aty. Kemi një problematik të trashëguar shumë të rëndë që ka të bëjë me një sër aksesh kombëtare që vazhdojnë të jenë të hapura, puna për të cilat vazhdon me ritme të ulta, për shkak se vazhdojmë të gjendemi në kushtet kur duhet të mbushim gropën e madhe të borxheve të krijuara pikërisht për këto punë publike që u çelën në mënyrën më të papërgjegjshme nga qeveria paraardhëse dhe i vendosën kompanitë në situatën tmerrsisht vështirë që të hynë ato në borxhe për të vazhduar punën dhe sot praktikisht ajo që shihet në disa rrugë, kam parasysh rrugën e Porgadecit, si një rrugë tipike e asaj që na la pas qeveria e deridjeshme, përbëjnë një arsye të fortë për të mos qenë sot tërësisht të kënaqur. Sigurisht që ky është një problem i madh financiar, është një problem që ne po e trajtojmë intensivisht qoftë me Fondin Monetar Ndërkombëtar, qoftë me Bankën Botërore, sepse mungon në buxhetin tonë masa e parave që janë të nevojshme për t'i mbyllur të gjitha këto rrugë, e përsëris për shkak se qeveria paraardhëse i ka çelur në kuadrin e orgjisë së përgjithshme me financat e shtetit dhe në marshimin triumfal drejt sukseseve imagjinare, pa marrë parasysh fondet që ka pasur në dispozicion. Negocimi nuk është as pak i thjeshtë, sepse kemi të bëjmë me domosdoshmërinë për të siguruar një masë parash që duhet dalin nga burime të tjera dhe jo nga buxheti i shtetit. Jemi në diskutim dhe kemi marrë pëlqimin parim nga një bankë e rëndësishme ndërkombëtare, por sigurisht e përsëris jemi ndërkohë edhe në një program me Fondin Monetar Ndërkombëtar që ne nuk kemi asnjë tendencë që
të mos e respektojmë pik për pik. Çështja e dytë që mbetet problematike është çështja që lidhet me kanalizimet. Jemi të gjithë vetëdijshëm se zhvillimi i turizmit në Shqipëri ka qenë një zhvillim tërësisht kaotik dhe përgjatë rrugës së këtij zhvillimi qeveritë e mëparshme dhe posaçërisht qeveria e 8 viteve të shkuara nuk kanë marrë përsipër të luajnë asnjë rol udhëheqës dhe koordinues, duke lejuar që pislëku dhe ujërat e zeza të bashkëjetojnë me gjithë ata që kanë ndërtuar duke investuar në vijën mbretërore apo me gjithë ata që vinë për të konsumuar ditë e pushimit në vijën tonë mbretërore. Për këtë ka disa muaj që po përgatitet një program tërësisht i posaçëm, duke bashkuar një sër burimesh financiare të huaja për të filluar dhe për të kuruar plagën e madhe të ujërave të zeza në vijën tonë mbretërore. Kemi zona shumë të nxehta si një pjesë e plazhit Durrësit apo si vetë Himara që përbën një nga pikat më të forta ku do të mbështetet zhvillimi i turizmit në vitet në vijim, flas për gjithë Bregun Jon, po këtu kam parasysh Himarën, ku praktikisht gjendja është alarmante për shkak se nuk kemi kanalizime ujëras zeza. Nga ana tjetër, problem po kështu i rënd dhe i trashëguar në rang kombëtar, por që në periudhën e turizmit është shumë i ndjeshëm në vijën mbretërore, është problemi i ujit pishëm. Dihet që qeveria paraardhëse erdhi në fuqi me premtimin që brenda një mandati do të zgjidhte qoftë problemin e kanalizimeve, qoftë të ujit pishëm. Jo vetëm nuk e zgjidhi, por pas 8 vjetësh e rëndoi atë në një mas të tillë që sot ne flasim me drejt për gropën e madhe që na la në sektorin elektroenergjetik, por kemi një grop ende më të madhe borxhesh të akumuluara nga keq administrimi total i ujësjellsave në të gjithë Shqipërinë dhe nga korrupsioni i jashtëzakonshëm që ka karakterizuar këtë keq administrim, por edhe nga mungesa e plotë e një vizioni integral për investimet në sistemin e ujit pishëm në mbarvendin. Nga ana tjetër, vërtet kemi pasur këtë vit plazhe shumë më të pastra, por nuk kemi zgjidhur problemin e mbetjeve, që sigurisht është një problem i trashëguar prej 20 e kusur vitesh dhe nuk mund zgjidhet brenda 300 ditësh, por ne po e adresojmë pasi kemi vënë në vijë edhe punën për hartimin e një plani kombëtar të menaxhimit të mbetjeve, çka padyshim bashkë me ujin e pishëm, bashkë me kanalizimet, hyn tani në një fazë, besojmë ne, më lehtësisht të trajtueshme, fal reformës së re administrative territoriale. Vazhdojmë të jemi përballë krimit mjedisor, vazhdojmë të shohim që ky është një krim që ende nuk është vënë plotësisht në kontroll. Ligji i ri që kemi kaluar për policinë e shtetit përfshin tërësisht policinë e shtetit në aktivitet të plotë përballë kësaj vëmendërie kriminale, deri dje e lënë tërësisht jashtë fokusit të policisë së shtetit dhe trajtuar nga gjithë farë inspektoriatesh, struktura të dobta dhe të korruptuara që më shumë kanë bashkëpunuar se sa kanë ndaluar krimin mjedisor, dhe do të vazhdojmë të shtrëngojmë shumë fort masat kundër këtij krimi. Policia e shtetit po fillon, protokolli i ri i punës që po shtohet në protokollin e punës së policisë së shtetit lidhur me krimin mjedisor
do t'jetë gati në shtator dhe praktikisht do t'jetë detyrë e çdo drejtorie, e çdo komisariati dhe e çdo punonjës të policisë të angazhuar në terren që ashtu siç duhet të parandaloj apo të godas krimet të konsideruara të tilla deri tani nga krimet e rënda deri tek krimet ordinere, të trajtoj me të njëjtin intensitet dhe me të njëjtin përgjegjësi dhe krimin mjedisor. Sigurisht, në mbyllje të kësaj pike, dua të theksoj se sot jemi përballë një bilanci barbarie vendore të pashëmbullt dhe të pakrahasueshme me asgjë në rajon dhe në Europë. Barbaria e një organizimi të falimentuar territorial dhe e një pushteti të fragmentuar në qindra njësi, ku në të shumtën e herës kanë munguar kapacitetet dhe ka sunduar korrupsioni dhe barbaria ndaj territorit dhe ndaj interesave lokale dhe kombëtare. Pika e dytë sigurisht nuk mund mos jetë rendi, në kushtet kur trashëgojmë një bilanc tradicional vit pas viti dhe këtë ju mund ta verifikoni lehtësisht që rëndohet për sa i përket rendit në muajt e verës, nuk mund mos jemi sot optimist për ndryshimin e kursit, bazuar në punën e bërë nga Ministria e Brendshme dhe Policia e Shtetit për të garantuar mbarvajtjen e sezonit turistik, ku angazhuan specifikisht 2388 punonjës policie, 201 automjete, 17.000 lëvizëse dhe një helikopter. Dhe për herë të parë patëm patrullimin policor në plazh, qoftë me mjete fare të lehta si biçikletat dhe me uniforma verore. Në këtë shërbim që u pilotua këtë vit dhe do të jetë shumë më i strukturuar vitin e ardhshëm, u aktivizuan 100 punonjës policie të patrullës përgjithshme, cilët luajtën një rol shumë të rëndësishëm si ndërmjetës të menjëhershëm mes komuniteteve të pushuesve dhe forcave të policisë. 4 stacione provizore të policisë u ngritën në zonat turistike, zona që janë larg njësive policore ekzistuese, duke filluar nga Thethi dhe duke shkuar deri në Ksamil. U sigurua një monitorim nga ajri përmes helikopterit i akseve kryesore rrugore në orarët me ngarkesën maksimale dhe orientimi i shërbimeve për mbulimin e pikave më të ngarkuara për rritjen e sigurisë dhe garantimin e rrjedhshmërisë së trafikut. Përgjithsisht mund të themi se ashtu si kundër mund dëshmojnë edhe pushuesit e shumt të ardhur nga Kosova, që për herë të parë ra në mënyrë drastike intensiteti i kontrolleve në kufi. Përgjithsisht kufiri u la tërësisht i lirë në orët e pikut dhe puna e policisë u strukturua në mënyrë të tillë që pa hequr tërësisht kontrollin e domosdoshëm policor për të parandaluar ato çka mund vi nga kalimet në kufi, të mos krijojë ai pengimi i tmerrshëm i pushuesve. Edhe këtu jam i bindur që jemi tërësisht përgatitur që vitin e ardhshëm të kemi një rezultat ende më të mirë. Tani të vim tek shifrat. Unë nuk kam asnjëherë dëshirë që të flas për shifrat kur është fjala për vrasjet, por faktikisht shifrat janë kokforta dhe të vrarët kanë emra dhe mbiemra dhe as mund të zhduken e as mund të fshihen, dhe kemi 30% më pak vrasje
se në të njëjtën periudhë të 2013-s, çka është një shifër që sigurisht do ta përmirësojmë ende më tutje dhe kemi arsye për të besuar se ta përmirësojmë më tutje, por është një shifër që qartësisht tregon se ka një përmirësim të ndjeshëm në këtë aspekt, siç ka një përmirësim ende më të ndjeshëm kur vjen fjala tek vjedhjet me dhunë apo me armë të pushuesve në zonat turistike dhe në akset rrugore, që janë 75% më pak se sa një vit më parë. Dhe nga ana tjetër, nga 1 qershori deri në 15 gusht që flasin shifrat që unë kam përpara, krahasuar me të njëjtën periudhë të një vit më parë, kemi 22% më pak aksidente rrugore, 29% më pak viktima në aksidente rrugore dhe 39% më pak të plagosur rënd në aksidente rrugore. Dhe të kuptohemi që çështja e aksidenteve rrugore vazhdon të mbetet një çështje komplekse që lidhet shumë më pak sot me punën e policisë së shtetit në këtë aspekt, ku kemi parë dhe shohim përdit ndryshime të qëndësishme, se sa lidhet me gjendjen e trashëguar të akseve kombëtare që gjithë jemi dëshmitar, gjithçka mund të jenë, por nuk janë rrugë kombëtare të një vendi evropian. Numri i mjeteve të ardhura nga jashtë ka një rritje të qëndësishme krahasuar me grafikun e 5 viteve të fundit dhe praktikisht janë afro 100.000 mjete më shumë që kanë hyrë nga jashtë në vendin tonë krahasuar me një vit më parë. Besoj që të gjithë pushuesit mund të dëshmojnë se ka një ndryshim drastik për sa i përket policisë publike dhe gangrenës së muzikës deri në orët e vogla të mëngjesit, që ka qenë një problem që i ka tmerruar pushuesit në Shqipëri. Dhe praktikisht, jo se është arritur maksimumi, por është arritur që të ketë përgjithsisht qetësi dhe ndërkohë ka për herë të parë procedim penal për subjekte që kanë prishur qetësinë pas orarit të përcaktuar të mesnatës në zonat e populluara me pushues. Problematika vazhdon të jetë e qartë. Kemi një polici që është policia me nivelin më të ulët arsimor në rajon, se në Europë nuk diskutohet. Dhe kjo sjell si rezultat edhe si pasojë edhe një nivel sjellje që sado i përmirësuar lë ende shumë për dëshiruar, ashtu si kundër edhe një nivel tërësor për performance që sado i përmirësuar lë ende shumë për të punuar dhe për të përmirësuar. Por jemi besim plot se puna e bërë në fazën e parë të qeverisjes, rekrutimi i 1.000 punonjës të rinj policisë që po kalojnë në 2 faza rrugën e Akademisë së Rendit dhe vetë hapja e Akademisë së Rendit do të na japin në vitin vim dhe në vitet vim rezultate jashtëzakonisht të tjera kur vjen puna tek komunikimi dhe tek standardet e performancës së çdo punonjësi policie. Sigurisht problem vazhdon të mbetet numri i policëve të angazhuar në territor, kemi numrin më të vogël në rajon dhe pa diskutim edhe në Europë. Shtimi i numrit është i kushtuar edhe nga mundësitë tona financiare. Megjithatë, siguria ka qenë mbetet prioritet themelor i programit dhe i rrugës sonë qeverisëse dhe ne do të vazhdojmë ta mbështesim fort
rritjen, fuqizimin dhe transformimin e policisë shtetit shqiptar nga një trup si ajo që gjetëm, e tradhtuar dhe e rënuar, në njërin prej trupave më shëmbullore policore të rajonit dhe më tutje, pse jo edhe të Europës. Çështja e tretë, brenda kësaj problematike, mbetet teknologjia, por jemi afër konkretizimit të një plani Ministrit Brendshëm për të futur kapacitetet e teknologjisë re në funksion të sigurisë dhe besoj që sot një vit do të jemi në kushte të tjera dhe do të mund të flasim për projekte që janë të zbatuara ose në rrugën e zbatimit dhe që do të transformojnë tërësisht marrëdhënien mes policisë dhe qytetarit dhe gjithë rregullave të sigurisë, pasi monitorimi me kamera do të fillojë të vihet në funksion, duke filluar nga Tirana dhe më në fund, pas kaq shumë vitesh, do të shpëtojmë edhe nga figura e policit në çdo lloj semafori dhe do të kemi një kontroll shumë më objektiv dhe teknologjik të qarkullimit, gjë që do të sjellë edhe kalimin e një fazë të re me një epërsi të ndjeshme të policisë shtetit ndaj botës së krimit. Vim tek energjia, ka qenë një vit i vështirë, trashëgimia është e tmerrshme, por mund të them se vazhdon përmirësimi në shifrat e performancës lidhur me administrimin e gjithë rrjetit të shpërndarjes së energjisë, dhe ajo që vlen theksohet këtu është që për herë të parë, qysh nga vitet 70 ndoshta, janë bërë investime në rrjetin elektrik të gjithë bregdetit jonë, ku praktikisht përqendrohet prej vitesh një pjesë e rëndësishme e prurjeve turistike dhe ku ndërprerjet e energjisë kanë shoqëruar në mënyrë konstante çdo pushues. Këtë vit janë kryer investime me një vlerë të konsiderueshme prej 66.841.000 lekësh konkretisht vetëm dhe specifikisht në atë vijë bregdetare, janë kryer remonte në stacioneve dhe të rrjetit shpërndarjes në gjithë zonat turistike bregdetare dhe numri i remonteve në periudhën maj qershor, pikërisht për përgatitur sezonin, ka qenë thuajse 100% më i lartë se sa ai një vit më parë, që po të shikosh dhe hartën e remonteve, nuk kupton asgjë se pse këtu dhe jo aty. Gatishmëria teknike ka qenë e plotë, ka pasur raste ndërprerje energjie, por ama skuadrat speciale të vendosura në shërbim të pushuesve kanë funksionuar dhe kanë arritur që të ndërhyjnë në kohë dhe t'japin rezultat në një afat shumë të arsyeshëm. Problematika është ajo që dim, vazhdojmë të kemi vjedhje të energjisë elektrike dhe goditja ndaj hajdutërisë së energjisë elektrike do të intensifikohet dhe do të hyjë në një fazë të re, pas më të vërë ndyshim, ashtu si kundër edhe goditja ndaj sjelljeve barbare me rrjetin elektroenergjetik, ku dëshmohen në mënyrë të vijueshme shumë grabitje dhe dëmtime të qëllimshme të rrjetit. Vim tek situata ekonomike, ju them se çdo shifër që po jap sot është një shifër që është lehtësisht e verifikueshme. Fluksi i investimeve të huaja, të drejtë për drejta,
në tërmërën e parë të vitit është rritur me 12.8% dhe për herë të parë është kaluar bariera e $1 miliard investimet huaja të drejtë për drejta, një nivel cilin qeveria ka një synim të qartë që ta tejkaloj sërish dhe ta çojë shumë më lart me anë të një sër politikash lehtësuese për cilat jemi të përgatitur dhe që do të jenë vazhdim i atyre politikave lehtësuese që ne bëm me sektorin e manufakturës apo me sektorin e bujqësisë. Por programi do të shtjellohet, do të filluar që nga shtatori. Faktikisht në muajin qershor një burim shumë serioz ndërkombëtar, Foreign Policy, që publikon indeksin bazë të rentabilitetit, ku të investosh në botë për vitin 2014, e arreshtoi Shqipërinë 18 vende më lart krahasuar me një vit më parë. Sigurisht këtu ka një kompleks gjërash, por padyshim një rol të rëndësishëm luan qoftë aspekti i sigurisë që është qartësisht i përmirësuar, qoftë dhe aspekti i një qasje të re të qeverisë shqiptare që është qartësisht e lexueshme përmes indikatorësh të përdor objektivisht dhe jo në mënyrë politike apo në mënyrë partijake. Dhe indeksi i tregtisë me pakicë është rritur 5.7% në tërmërorën e parë të vitit dhe indeksi i tregtisë me pakicë është pas më të vogël ndryshim një nga shifrat kryesore për të lexuar besimin e konsumatorit tek ekonomia. Dhe jemi absolutisht besimplot që leximi i kësaj shifre për tërmërorën e dytë do ta sjellë rritje të shifrës. Ka rritje të besimit të konsumatorit tek ekonomia. Kemi një rritje të konsiderueshme të eksporteve, një rritje që dëshmon, krahasuar gjithmonë me një vit më parë, për një rritje të fuqisë prodhuese dhe për fillimin e vënies lëvizje të modelit tonë të ri ekonomik. Faktikisht, vetëm nga përpunimi aktiv në industrinë fason, janar-qershor kemi pasur $100 milion më shumë eksporte. Gjë që tregon edhe efektin e menjëhershëm pozitiv të politikës sonë të re qeverisëse në këtë ndaj këtij sektori. Edhe 12 gushti kur Moody's nxori raportin tjetër, konfirmoi nivelin B1 për ekonominë shqiptare, duke theksuar se ky vlerësim reflekton një sër faktorësh pozitiv që kanë ndihmuar në rimëkëmjen e ekonomisë. Në këtë aspekt, unë jam shumë krenar sepse po i qëndrojmë 1-1 angazhimit ton dhe praktikisht sipërmarrja po merr mbrapsh atë që i ishte marrë mbedhun arbitrarisht në formën e një kreditimi të pavullnetshëm të qeverisë. Qeveria i merrte sipërmarrjes parat me dhunë, në çë kuptim, nuk flas këtu për ato gjobat dhe për ato harbutrit e tjera, flas për ato kontratat që e katandisën Shqipërinë në deregjen e rrugës Pogradecit, apo e rrugës Lushnjë Berat dhe kështu me radhë, ku qeveria detyroi kompanitë që të hynë në marrëdhënie tërësisht hipokrite dhe tërësisht të dizavantazhuara financiare. Këto borxhe do vazhdojnë të shlyen dhe jo vetëm për kompanitë e rrugëve, po në të gjithë rastet dhe për gjitha shërbimet që qeveria ka marrë shërbime dhe nuk ka paguar kompanitë. Problematika vazhdon
tjetë qartë për ne, në janë legislacioni, do të kemi një ndërhyrje shumë agresive në legislacion në periudhën shtator-nëndor për të lehtësuar shumë më tepër sipërmarrjen dhe rrugën e bërjes biznes në Shqipëri dhe burokracia që vazhdon të mbetet një problem serios i trashëguar dhe që ne do të adresojmë në mënyrë shumë agresive me disa ndërhyrje të reja në ligjin për administratën publike. Ne nuk mundet dot të pranojmë parazitizmin që vjen si rezultat i bindjes se çfarëdo që të bëj unë jam i mbrojtur me ligj dhe mund mos shkoj fare në punë se mbron ligji. Ne do të vendosim në bashkëpunim me partnerë ndërkombëtarë dhe me ekspertizë ndërkombëtare standarde performance të verifikueshme për çdo njeri që paguhet me rrogë në administratën e shtetit shqiptar. Vim tek punësimi, një temë e debatuar, por edhe këtu shifrat janë të verifikueshme sepse janë në llogarit e shtetit. Pra, ka një sistem llogarish tatimore ku mund të verifikohen shifrat. Dhe praktikisht zyrat e shumë anët e mura të punës deri sot dhe të mos harrojmë se nuk kemi gjithë rrjetin e plotë zyrave të punës, kanë ndërmjetësuar dhe siguruar punësimin e 10.359 personave të papunë. 10.359 persona. Dhe këtu bëhet fjalë për të gjithë ata që kanë hyrë nëpërmjet zyrave të punës në punë, falë ndërmjetësimit ka të tjerë që nuk janë në statistikat tona, që kanë hyrë në punë nëpërmjet zyrës punës, po pa ndërmjetësimin e zyrës punës. Gjithashtu, janë regjistruar 20.345 vende të lira pune në zyrat e punës. Vende të lira pune që janë në dispozicion të gjithë punëkërkuesve. Shumë më tepër se sa njëjta periudhë një vitin parë, ashtu si kundër kemi 160% më shumë individ se sa e njëjta periudhë një vitin parë që i adresohet zyrave të punës, që tregon që ka sigurisht një rritje të kërkesës, po dhe një rritje të besimit. Nga ana tjetër, numri i punëkërkuesve pjesëmarrës në programet e nxitjes punësimit është 300% më shumë. Dhe janë 3.000 vende të tjera pune që janë siguruar vetëm nga programi i nxitjes punësimit, financimi për cilin do të rritet ndjeshëm vitin e ardhshëm. Nga ana tjetër, vetëm për periudhën e verës, kemi 14.300 persona të shtuar në skemën e sigurimeve shoqërore, që janë praktikisht vende të reja të regjistruara pune. Kemi dhënë shifrën prej 43.879 vende të reja të regjistruara pune për 6 muajin e parë, të verifikueshme në llogarit tatimore të shtetit. Këto nuk janë si ato 10.000 kilometra rrugë. Këto janë që nuk verifikoheshin dot. Këto janë të verifikueshme dhe kemi vetëm për periudhën e verës 14.300 persona më shumë fal bashkëpunimit mes tatimeve dhe inspektoratit të punës. Nga ana tjetër, lufta ndaj ilegalitetit në punë po zhvillohet intensivisht dhe në mënyrë kapilare dhe vetëm nga 1 qershori deri në 15 gusht tatimet ekskluzivisht kanë imponuar regjistrimin e 1360 punonjësve që mbaheshin ilegalisht në punë. Dhe është një numër zbulueshmërie 10 herë më i madh i të njëjtës periudhë një vitin parë. Problematika sigurisht është e qartë dhe është aty. Administrata e përsërisë vazhdon të përbëjë një pengesë serioze
në rrugën tonë të zhvillimit, sepse trashëgimia është tetë e rëndë, por dhe sepse ende nuk kemi kritere të performancës në punë të çdo punonjësit administratës, dhe nga ana tjetër na duhet të rrisim në mënyrë të ndjeshme cilësinë e burimeve njerëzore në administratë. Ajo që filluam me trajnimet intensive të administratës do të vazhdojë në mënyrë të strukturuar nga shtatori. Të gjithë punonjësit e tatimeve të doganave do të nënshtrohen akademisë fiskale, do të nënshtrohen provimeve periodike dhe do të nënshtrohen verdikteve që do të dalin nga rezultatet e këtyre provimeve. Nga ana tjetër, do të investojmë sigurisht në mënyrë intensive në rritjen e vazhdueshme të meritës përkundër rrogës. Tek financat dua të flas shumë shkurt, rezultatet janë aty. Kemi kaluar çdo lloj, dhe e them këtë bazuar tek shifrat, çdo lloj nevoje për të krahasuar me një vit më parë. Jemi shumë më lart në mbledhjen e të ardhurave, jemi shumë më lart në mbledhjen e TVSH-s, jemi shumë më lart në kontrollin e shtetit mbi aktivitetin tregtar, ekonomik dhe financiar, dhe kemi kërkuar dhe do të kërkojmë me ende më shumë këmbgulje që në këtë aspekt prokuroria të bëj punën e saj për të luftuar deri në fund bashkarisht të gjithë format e evazionit dhe posaçërisht evazionin me skemat grabitqare të TVSH-s. Së fundi është arrestuar një grup i tërë personash që përdornin skema mashtruese për TVSH-n. Sigurisht që ka ende shumë për të bërë dhe ajo që vlen të theksohet në këtë aspekt është se burimet e reja të rritjes janë dhe burimet ku praktikisht ka filluar të shkojë para. Kemi shumë më pak investime në ndërtim, që unë e konsideroj një gjë shumë pozitive, dhe kemi shumë më tepër investime tek burimet e reja të rritjes, që padyshim është një gjë shumë pozitive. Modeli i ri i zhvillimit ka filluar të thithet nga sipërmarrja vendase dhe e huaj. Tek arsimi duhet ndalem pak, sepse ishte një fazë shumë e rëndësishme për arsimin, qoftë me maturën shtetërore, qoftë me goditjen e parë, po jo të fundit, që ju bë sistemit të piramidave në arsimin e lartë. Për herë të parë, 24.958 maturant plotësuan formularin A2 dhe për atë që për ta bërë më të qartë, kishin të qartë situatën për degët, për profilet, për filialet apo universitetet që nuk plotësojnë kushtet e ligjshmërisë për të funksionuar si institucionet e arsimit të lartë. Jo si deri dje, që të gjithë shkonin mbas Berihajt dhe askush nuk u thoshte mos shko, të humbasësh vitet e tua dhe nuk u thoshte prindërve mos hidhni parat e kushtimeve tuaja në këto gropa të zeza që rezultojnë sot dhe që kishin vite që qelbnin gjithë Shqipërinë dhe të gjithë e dinin që ishin gropa të zeza, po askush nuk bënda asgjë dhe në një lojë së mbyllur mes qeverisë që blente kohë për të mos ndeshur problemin e papunësisë mes të rinjve dhe shumë të rinjve që e konsideronin fat që merrnin diploma pa shkuar fare në shkollë, u humb gjithë ajo kohë dhe u humbën gjithë ato kursime. Dhe në arkun kohor të 6 muajve janë bërë 7.000 orë pune inspektime dhe 59 grupe pune janë ngritur për të realizuar këto inspektime, për të verifikuar ligjshmërinë dhe dua ta theksoj ligjshmërinë bazuar në ligjin ekzistues, jo në ndonjë ligj që e sollëm ne, po në ligjin ekzistues, në ligjin e miratuar nga qeveria paraardhëse, ku qeveria paraardhëse
ishte shkelësja e parë kryesore dhe më e rënda e ligjit i kishte miratuar vetë. Siç e dini, u mor vendimi për heqjen e licencave për 18 institucione private të arsimit lartë dhe për pezullimin e aktivitetit për 13 institucione private të arsimit lartë, çka do thotë se të parat nuk do mund më të funksionojnë dhe studentët e tyre do të spostohen gjetë, ndërsa të dytat nuk mund të marrin student në vitin e parë pa plotësuar të gjitha kushtet, ashtu siç e kërkon ligji. Dhe u vendosën kushte për përmirësime të mëtejshme kriteresh për 13 institucione tjera, se këto kanë mbetur pak më në hije. Është propozuar mbyllje filialesh në rrethet institucioneve publike të arsimit lartë. Ne kemi thënë që ditën e parë që për ne nuk ka universitetet nënës dhe universitetet njerëkës, për ne universitetet janë njësoj, qoftë ato që financohen nga shteti, qoftë ato që financohen nga privatët, dhe ne nuk mund të mbyllim syt kur me paratë e shtetit bëhet hajgare, ashtu si kundër, s'kemi asnjë arsye të mbyllim syt kur me paratë e prindërve privatët bëjnë hajgare. Por është e qartë që me ligjin e ri të arsimit lartë që do të hyjë në fuqi së shpejti, vendosim përfundimisht një nivel tjetër kuptimi të sistemit, duke bërë qartë që s'ka më universitete shtetërore dhe private në kuptimin që ato që financon shteti janë pa qëllim fitimi, ato që financon privati janë ndërmarrje fitimi, ka institucione dhe publike të financuara nga shteti, financuara nga private pa qëllim fitimi. Do të ndalohet qëllimi i fitimit për çdo universitet, siç e ka gjithë botë. Privatët që do të investojnë në sistemin e arsimit nuk do t'i trajtojnë universitetet si ndërmarrje me qëllim fitimi. Dhe paratë e nxjerra nga kontributet do të riinvestohen në sistem. Jemi në një fazë tjetër, sepse nuk mbaron këtu, ne do të shkojmë më tutje, do të përgatiten dhe do të depozitohen kallëzimet penale për gjithë ata që kanë abuzuar, duke u përfshirë në një aktivitet industrial shitblerje diplomash. Dhe nga ana tjetër, do të asistohen dhe do të sistemohen për të vazhduar studimet 6.000 studentë që janë sot përpara derës mbyllur të pseudo universitetit të tyre. Nuk po zgjatem me pjesën e ligjit të ri për arsimin e lartë, por duhet të them se është bërë një spekulim i radhës me kuotat. Ka akorduar vitin e shkuar, dhe kjo është e verifikueshme, 29.390 kuota studimi. Por në të vërtetë e dini sa janë regjistruar, realisht. Vetëm 23.689. Pra, 1/4 më pak se sa që ka akorduar qeveria. Sepse qeverisë interesonin shifrat e bilanceve të suksesit imagjinar. 10.000 kilometra rrugë, më shumë student se sa gjithë Europa, e me radhë. Por praktikisht, nga 29.390 kuota që kanë akorduar, vetëm 23.689 student kanë rezultuar të regjistruar. Këto shifra tregojnë se sa qesharake ishte e gjithë politika e arsimit lartë dhe specifikisht politika e rritjes së numrit studentëve për frymë edhe politika e nxjerrjes së Shqipërisë në ballë, ku rezultoi që kishim 8 herë më shumë institucione për 1 milion banor të arsimit lartë se sa Britania e Madhe. Dhe me radhë, gjithë vendet e tjera të Bashkimit Evropian po doni. Këtë herë, akordimi i kuotave të studimit u krye në konsultim me universitetet dhe pas procesit të inspektimit për mundësitë reale
të universitetet dhe të standardeve të cilësisë universitetet. Dhe në fund, institucionet vetë kërkuan 22.000 kuota dhe qeveria ka akorduar 19.200 kuota. Pra, rreth 3.000-2.800 më pak nga ato që kanë kërkuar, por me përgjegjësi të plot karshi prindërve që do investojnë dhe karshi studentëve që do shkojnë në këto universitete. Se është e lehtë të akordosh, siç e kemi parë gjatë gjithë viteve, kuota, është e lehtë të hapësh universitete nga të katër anët, t'ju vësh emrin në universitet dhe në fund fare të gjendesh aty ku gjendemi ne sot, në grop. Dhe për dal nga gropa, duhet rreth parë të mos e diskutojmë fare që jemi në grop. Se po thamë që disa jemi në grop, disa jemi në majt malit, atëre nuk dalim dot nga gropa. Dhe më lejoni t'ju them në fund që gjatë analizës, se pse janë reduktuar dhe këto kuota, ka dalë që 25 programe në Shqipëri kanë më pak se 10 studentë, gjë që nuk lejohet me ligjin që kanë aprovuar qeveria paraardhës. 14 programe kanë studentë regjistruar me notë mesatare 5.5, 5.5. Dhe 26 programe praktikisht janë mbyllur nga inspektimi, kështu që edhe ulja me 2.800 kuota midis kërkesës dhe asaj që ka urdhëruar ministria është e bazuar në këto kritere shumë objektive. Së fundi, investimet. E kam dëgjuar shpesh këtë që s'keni bërë akoma 1 metër rrugë, sepse në fakt ajo politika rrugë, jo vetëm që ja humbi rrugën Shqipërisë, po i la dhe rrugëve. Ne kemi 2 objektiva. 3. Objektivi i parë është që të mbyllim rrugët ekzistuese. Dhe ju thashtë më përpara, kjo nuk është një fjalë goje dhe kjo nuk ka lidhje as me kazmat, as me lopatat që mund të rrëmbej kryeministri, ministrat dhe gjithë administratët dhe të shkojnë te rruga. Kjo ka lidhje me parat. Ka lidhje me gropën që lanë në çdo rrugë, gropën financiare që lanë në çdo rrugë ata që ishin përpara. Sepse nuk i mbuluan rrugët me financim. Dhe ne duhet gjejmë burimin e financimit dhe po punojmë intensivisht për këtë. Na duhet vetëm të gjejmë tani edhe një mirë kuptim me Fondin Monetar Ndërkombëtar që nuk do të jetë as pak gjë e lehtë dhe nuk do të jetë as pak e çuditshme sikur të na refuzohet. E dyta, fondet që kemi në dispozicion, qoftë nga Fondi i Zhvillimit, qoftë nga donatorë tjerë, qoftë nga ai fondi i rajoneve, ne do t'i vëmë në dispozicion të Shqipërisë re që kemi në vizionin tonë dhe që kemi shpjeguar, duke e filluar nga qendrat që rrisin dhe cilësinë e jetës së periferive. Dhe duke pasur parasysh që Shqipëria sot është një Shqipëri tjetër nga i pamja e organizimit, falë reformës administrative territoriale. Kështu që nëse qeveria e mëparshme hodhi para për të hedhur asfalt në shumë rrugë, shpeshherë dhe qorre, që tani edhe kanë humbur fare, se ishim vetëm për fushata, një fshat këtu e një fshat atje, ne po investojmë për herë të parë, mbas kaq shumë vitesh, në zemrat e zonave ekonomike në qytetet dhe aty ku janë komuna që janë burimi kryesor i rritjes ekonomike. Dhe kjo nuk do të thotë që kështu ne përjashtojmë të tjerët, kjo do të thotë që kështu ne stimulojmë një zhvillim të një natyre të re. Dhe do të shikoni gjatë gjithë periudhës së vjeshtës se çfarë kam parasysh dhe shikoni konkretisht.
Ne po investojmë sot me këtë projekt dhe deri në fund këtij viti për Elbasanin, Korçën, Durrësin, Fierin, Beratin, Pukën, Bulqizën, Rëshenin, Burrelin, më shumë se që është investuar nga fondet e qeverisë në shumë vite në mbledhura së bashku. Investimet që po kanë filluar në Elbasan janë më shumë se sa 20 vjet investime të qeverisë për Elbasanin, qeverisë. Flasim për infrastrukturë urbane. Por ama mos harrojmë që Elbasani i sotëm është jo më bashkia e vjetër, bashkia e re e Elbasanit. Është graviteti ekonomik i gjithë atij qarku. Ashtu si kundër të njëjtën gjë mund të themi dhe për zona më të vogla. Lushja, vite tëra pa asnjë investim serios për qytetin nga qeveria. Po kur flasim për qytetin nuk është ajo zona që është e rrethuar aty, po është graviteti i zhvillimit ekonomik. Dhe e treta, disa projekte të rëndësishme strategjike, për cilat ne po punojmë, jemi pranë përfundimit të një marrëveshje për rrugën e Arbrit. Dhe shpresojmë shumë që rruga e Arbrit të përfundojë me sukses si program financimi dhe që mos mbetet një tjetër rrugë e lënë rrugëve, se me Demek e nisën dhe do e mbaronin, po nuk i kishin parat dhe gënjyen kudo dhe gënjyen edhe për rrugën e Arbrit. Projekti tjetër që është një projekt më shumë se sa për Shqipërinë dhe për cilin do të diskutojmë edhe në Berlin, është ai që ne kemi quajtur korridori kaltër, me cilin talleshin ata që ishin përpara nesh dhe thoshin duan të bëjnë korridor në ujë, se këta ngjyrën blu e din vetëm për flamurën e vet dhe për detin, nuk mendojnë që ka kaltërsi gjetk edhe për qiellin. Korridori kaltër është praktikisht aksi që do të përfshijë pjesën jugore të Kroacisë, Malin e Zi dhe Shqipërinë në aksin turistik mesdhetar. Janë këto segmente të mbetura që bëjnë bashkë një segment dhe për cilin ditën e hënë ne do takohemi dhe me kryeministrin e Kroacisë dhe me kryeministrin e Malit Zi për të bërë një akordim përfundimtar dhe me kryeministrin e Bosnjës pasi përfshihet dhe Bosnja në këtë skem dhe pastaj për ta paraqitur këtë në Berlin që do të sjellë një transformim historik për Shqipërinë dhe për Malin e Zi dhe për këtë vijë, sepse po ta keni parasysh, kush e ka parasysh, rruga turistike mesdhetare nuk shkon deri në fund në Kroaci, mbetet deri në një pikë caktuar dhe aty pastaj fillon kjo rruga jonë me forcat tona e Titos dhe Enverit. Tashti ky është plani i madh që sigurisht nuk realizohet dot me buxhet, ne nuk jemi aq të marrë sa të hymë në këto investime duke thënë hymë pastaj këtu jemi dhe lekët do t'i gjejmë rrugës dhe pastaj ta lëmë Shqipërinë rrugës siç e lanë ata që ishin para nesh, por kemi shumë shpresë që ky projekt do të mbështetet sepse ka interes të madh ekonomik jo vetëm për këto vende, por edhe për vendet e tjera për shkak se bën një lidhje përfundimtare të gjithë unazës, po themi, mesdheu. Kjo ishte paraqitja ime, ndoshta pak e gjatë.